E pra të nderuar miq të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu për të ndarë një lajm që në fakt ka kap viralitet të madh në rrjetet sociale. Është një video e publikuar nga stafi i Portokallis me të gjithë respektin për to, duke bërë prova për një pjesë ku Visiani dhe Gazmend Paja po luajnë rolin të Gjestit edhe të rolin që ka Visianu Ksenaj në sken me Gjestin. Shumica e fansave e kanë nxjerrë këtë video si një spekulim, si një skenar që Gjesti është dashur të fletë në Portokalli. Tani, e para njëherë, Portokalli është një sken humori dhe me patjetër që provat do të bëhen dhe me patjetër që do të ndërtohen skenare për rolin që do të luhet në sken. Tani, fjala u kry çdo sen, fjala natën e mirë, e disa fjalë të tjera të përdorura nga Gjesti nuk është që kanë qenë skenare, por është më se normale që të ndërtohet një histori edhe të sillet në sken ai humor i cili është premtuar, sepse në fund të ditës Gjesti nuk ishte në rolin e intervistës në Portokalli, por ishte në rolin e humorit dhe në rolin e humorit me patjetër që Gjesti do të krijonte një humor të bukur edhe një humor fantastik. Rolin e Gjestit në Portokalli e ka luajtur humoristi nderuar Gazmend Paja. Dhe Gazmend Paja së bashku me Visianin janë duke bërë prova se çfarë Gjesti do të thotë. Tani, skenari apo videoja e cila është transmetuar është një video që ka dalë publike që personazhet e Portokallis, humoristët e Portokallis, aktorët e Portokallis po bëjnë prova në zyrën e tyre të madhe që po bëjnë prova gjatë gjithë javës për të sjellë spektaklin e humorit në sken. Dhe Gazmendi ndoshta në një edicion mund të luan në rolin e Gjestit pasi që ajo video ka patur shumë klikime. Unë jam munduar që ta përmbledh të gjithën këtë video, sepse ma kanë sjell duke më thënë që është një spekulim, edhe t'ua shpjegoj përse mund të ndodhin provat edhe pse mund të krijohet një skenar në skena kaq të mëdha. Dita e djeshme ka sjell një valë të re diskutimesh në rrjetet sociale. Veçanërisht në TikTok, pas publikimit të një video nga stafi emisionit humoristik Portokalli, ku shfaqen provat për spektaklin e radhës, ajo që fillimisht dukej si një material rutin nga prapaskenat të humorit, është kthyer në qendër të një debatit virtual që po përhapet me shpejtësi. A ishte rrëfim emocional i Gjestit në Portokalli, apo një skenar i paracaktuar nga produksioni i Top Channel? Kujtojmë që Gjesti, i njohur për publikun si, Besarti, i njohur për publikun si Gjesti, ka qenë i ftuar në njërin prej epizodeve të fundit të Portokallis, ku ka ndarë një rrëfim që preku publikun për nga emocionaliteti dhe sinqeriteti i shprehjes së tij. Por shumë shpejt pas transmetimit, TikToku dhe rrjetet sociale u përfshin nga dyshime dhe teori konspirative, të cilat aludonin se gjithçka ishte e planifikuar dhe pjesë e një skenari të shkruar më shumë për efekt mediatik se sa një dëshmi autentike. Pika kulmore e këtyre spekulimeve erdhi pas publikimit të videos nga stafi i Portokallis ku duke qartë se aktori i njohur Gazmend Paja po interpreton një rol që shumë kush e dije që Gazmendi e interpreton rolin e Gjestit. Pamje të shkëputura nga provat tregojnë Paja në sken me një sjellje dhe qëndrim të njëjtë me Gjestin në mënyrën sipërfaqësore me daljen e Gjestit në emision, duke krijuar iluzion të një pjesës që kjo mund të jetë një gënjeshtër për rrëfimin që ai më pas bëri para publikut. Por realiteti është krejt tjetër. Një analizë më e vëmendshme e videos tregon qartë se nuk bëhet fjalë për një rishfaqje të Gjestit apo për prova të tip personale, por për një skeç të Portokallis ku Gazmend Paja
luan një karakter që për një moment e bën karakterin e gjestit, gjë të cilën e ka bërë dhe më herët. Ky konfuzion është përforcuar nga mungesa e kontekstit të videos dhe shpejtësia me të cilën përhapen informatat në rrjetet sociale. Burimet pranë produksionit të Portokallis nuk kanë bërë ende një reagim zyrtar për të sqaruar situatën, gjë që i kanë dhënë edhe më shumë terren, domethënë spekulimeve online. Megjithatë, vetë fakti që në video gjesti nuk shfaqet askund dhe roli i interpretuesit i përket një aktori të formuar siç është Gazmend Paja, është dëshmi që duhet të mjaftoj për të ndarë realitetin nga trillimi. Do me thënë, deri këtu që t'ua shpjegoj pak. Në pjesën ku po bëhen prova është Gazmendi që po luan gjestin. Tani është më se normale që do krijohet një skenar me fjalët që gjesti ka folur, por unë e di ku janë prekur publiku shqiptar, sepse publiku shqiptar u prek tek fakti se gjesti tha që me Eglin u kry çdo sen, ka ardhur te hoteli dhe aty e morën si të mirëqen, po kjo fjala nuk është se përdoret nga Gazmend Paja. Në një kohë kur rrjetet sociale kanë marrë rolin e shpejtë të gjykatës publike, këto lloj keq interpretimesh janë bërë pjesë e pandashme e mënyrës se si publikohet dhe konsumohet informacioni. Një moment i shkëputur nga konteksti në një ngjashmëri të rastësishme, një mungesë e sqarimit, të gjithë bashkë krijojnë një narrativ alternative që në sytë e shumë djegësve bëhet më e besueshme se sa e vërteta vetë. Tani normalisht që ato do të shtojnë edhe disa fjalë të tjera, sepse gjesti ishte në Portokalli dhe Portokallia është një sken humori, por më besoni që skenari i kësaj skeçit, më besoni që është i krijuar në fakte të vërteta, sepse gjesti nuk mundet të thot fakte të pavërteta në raport me Eglin, sepse atë që gjesti tha në Portokalli, do me thënë, e njëjta gjë ndodhi edhe në shpjegimin që gjesti bëri në post Big Brother. Tani në qoftë se në Portokalli ka qenë një skenar që, do me thënë, ne kemi hedhur dyshime sepse nuk janë aq budallënj, produksioni i Top Channelit të nxjerrën një të vërtetë të vetëm. Pse nuk e kanë nxjerrë me banorët e tjerë, po e nxori vetëm me gjestin? Mosval është Gazmend Paja, i cili do ta luan edhe një herë do ta risjellën rolin e gjestit në Portokalli me një sken tjetër që ndoshta mund do të jetë edhe më interesante. Do me thënë, mos ja vëm se mund ta bëjnë edhe post Big Brotheri në një formë tjetër. Do me thënë, mos i vëm të gjitha në pikpyetje, sepse nuk janë aq të jo profesionist që të nxjerrin video të këtilla. E gjithë kjo situatë hedh trit me një realitet të thellë të medias digjitale. Edhe kur synohet të prodhohet art, spektakël dhe humor, publiku shpesh tenton ta lexojë mes rreshtave dhe të nxjerrë përfundime të nxituara, veçanërisht kur personazhet të njohur janë të përfshirë. Për gjestin, i cili deri më tani nuk ka komentuar publikisht këto spekulime, situata mund të jetë ngarkuar emocionalisht. Ai ndodhet në një moment ku çdo gjest i tij analizohet, çdo fjalë përçohet në mënyra të shumta dhe çdo dalje publike mund të përdoret si pro ose kundër në diskutime që nuk ndalen. Në fund të ditës, Portokallia mbetet një sken humori dhe satire, ndërsa realiteti i personazheve që ftohen në të është shpesh më kompleks se sa duket në ekran. Për të shmangur spekulimet e panevojshme, do të ishte në interes të gjithë publikut, produksioni vetë dhe personazhet që të shoqërohen publikimet më shumë transparencë dhe kontekst. Deri atëherë publikimi një videove nga provat e dy aktorëve të njohur nuk duhet të mjaftojnë për të delegitimuar një rrëfim që shumë e përjetuan si të sinqert. Në fund të fundit, e vërteta nuk ka nevojë për një skenar. Do me thënë, njerëzit e morën si të vërtet këtë gjën, por gjithsesi, unë jam shumë i bindur që normalisht që do të krijohet një skenar, sepse ne në për emisione krijojmë skenare, por nuk do të thotë që ato pyetje të cilat ne ja drejtojmë
mysafirit nuk janë të vërteta, me patjetër që është krijuar një skenar, por përgjigjet e Gjestit unë jam 100% i plot në këtë skenar, 100% jam i bindur që kanë qenë shumë të vërteta dhe kanë qenë shumë të sinqerta. Dhe në kontekstin e humorit që e sollën ato ishte spektakolare, të paktën kështu e shoh unë. Mund të jetë krijuar një skenar, jemi krejt në rregull, normalisht pas skenar nuk bëhet asnjë gjë. Skenar krijohet edhe në Big Brother, Ledion Liço e ka gjithçka në skenar, domethënë banorët me patjetër duhet të kenë një lloj rruge se si ti shkojnë asaj gjëje, sepse nuk bëhen gjërat spontanisht, se aty ka edhe gjithaj publik, janë emocionet. Besoj që është skenar shumë i vërtet me përgjigje të sinqerta, po normalisht edhe Gjesti ka ushtruar mënyrën se si ti thot përgjigjet dhe si të flet. Ky është mendimi im për këtë video që pash dhe për një fotografi që ma kanë sjell që Gjesti është me ca letra në dorë në prapaskenën e portokallisë.